Nëse vuani nga anemia, ja ushqimet që duhet të hani. Miliona njerëz në mbar botën vuajnë nga mungesa e hekurit dhe anemia. Dihet se anemia shkakton lodhje, letargji dhe produktivitet të reduktuar. Orizi është i pasur me fibra të cilët ndihmojnë në largimin e toksinave nga trupi, ndërsa hekuri i orizit lufton kundër anemisë. Bollguri është një zgjidhje e mirë për ata të cilët vuajnë nga mungesa e hekurit. Filloni një ditë me një vakt ushqimor i cili do të përmirësojë shëndetin tuaj. Patate cilin një përqindje të lartë të hekurit, ndaj ju duhet i merrni në dietë. Brokoli është i pasur me hekur, gjë që është një arsye e mirë për të ngrënë të paktën 1 ose 2 pjesë të kësaj perime të shëndetshme një javë. Luleshtrydhet janë të pasura me hekur dhe përmbajnë vitaminë C, që ndihmojnë trupin të përthithë më shumë hekur.